I myself came from a lost city. Unë vetë vija nga një qytet që kishte humbur, e që vënë në kërkim të vetes në një vend që sapo dilte nga një botë e fascitur, në rrekje shpesh të rrëmujshme për të përfituar një tjetër. Ajo çfarë pash atë kohë ishte tashmë e jashtëzakonshme, por ajo çfarë shoh sot që kthehem pas gjithë këtyre viteve, është diçka thellësisht prekse. Korea is proof that history matters, but that history alone does not decide destiny. And perhaps nowhere has this truth been illustrated more. Korea është dëshmi se historia ka rëndësi, por e vetme historia nuk e vendos dot fatin. Ndoshta nuk ka asnjë vend tjetër ku kjo e vërtetrohet në mënyrë kaq mahnitse sa në këtë gadishull. I njëjti popull, e njëjta kulturë, po ajo histori, e megjithatë ndarë nga sisteme rrënjësisht të ndryshme. E këto janë dëshmia më të thjellët në tokë se fatet e kombeve nuk marrin formë thjesht nga aty ku zën fill, por nga zgjedhjet që bëjmë gjatë rrugës. Një Kore u shndrua në simbolin e ripërtëritjes përmes hapjes demokracisë së qëndrueshme dhe inovacionit. Tjetra u kthye në emblem të territ përmes izolimit, sundimit të forcës dhe frikës. Ky për mua s'ka qenë kurrë veç një mësim abstrakt, sepse përgjatë një kapitulli të dhimbshëm të historisë së saj, Shqipëria ishte Korea e Veriut e Europës. E megjithatë, sot ajo po ecën në një tjetër rrugë, një rrugë jo e lehtë, e papërsosur natyrisht, por thelbësisht ndryshe. A path of institution building, a path of democratic modernization, a path toward the European Union. Një rrugë ndërtimi institucionesh, modernizimi demokratik, një rrugë drejt bashkimit evropian. Ne në rrugtimin ton po tregojmë se institucione demokratike mund të ndërtohen, edhe kur historia thot se është e pamundur, dhe se një vend, dikur kufizuar nga izolimi, mund të përkufizohet nga aspirata. Feels so meaningful to me. Although far geographically, South Korea feels deeply close to countries like mine. Kjo është vetëm një prej arsyeve pse për mua është kaq kuptim plot të jem këtu në Seul. Edhe pse gjeografikisht larg, vendesi im i ndjen kaq afër Korenë e Veriut përmes kujtesës se madhështia nuk ju rezervohet vetëm atyre që lindin me fat. Mund t'ju përkas edhe atyre që guxojnë të rindërtojnë, që zgjedhin hapje në vend të frikës, vendosmërinë në vend të dorëzimit dhe optimizmin në vend të fatalizmit. Ndërkohë që ne mbylleshim pas mureve tona e këndonim këngë revolucionare të majgjepsur nga revolucioni kulturor i Kinës dhe bënim luftë imagjinare kundër amerikanëve e sovjetikëve, në këtë kontinent diç krejt tjetër shpalosej që as mund ta shihnim e as na lejohej ta dinim.